Përshëndetje, atëherë vazhdoj me sesionin e radhës. Sot kam të ftuar një vajzë speciale, një vajzë të talentuar, e cila quhet Fabiola Isufi. Është një nga ato vajza të cilët ka një talent midis shkencës, por edhe apasionuar pas fotografisë. Një vajzë e re që i jep shumë rëndësi detajeve dhe sot do të flasim për rinin dhe për gjërat që si i gjykon Fabiola. Si mendon Fabiola që ne jemi në situatën aktuale dhe çfarë pritshmërish ka nga vendi jon dhe nga të gjitha mundësitë që i jepen për të rinjt sot. Atëherë Fabiola, faleminderit që je pjesë e këtij podcasti dhe jam shumë e fat që të kam sot. Ju falenderoj shumë për ftesën fillimisht dhe shumë kënaqësi të jap pranë jush. Do doja shumë që ta njeh Fabiolën pak me 3 fjalë. 3 fjalë janë shumë pak për të prezantuar veten fillimisht, por që do zgjidhja më shumë të thoja një vajzë e kujdesshme, e kthjellët dhe e ndërgjegjshme. Këto janë vlera dhe më bëhet qefi që dëgjoj një vajzë të re që është e ndërgjegjshme, sepse do kohë të arrihet përgjegjshmëria dhe ndërgjegjshmëria. Fabiola, duke qenë se ne do flasim pa filtra sot, do flasim në një mënyrë të qetë. Unë në fakt kam shumë merak që suporti të rinjve është shumë i pakët në kohët e sotme. Si e shikon Fabiola aktivizimin e të rinjve në programe të ndryshme aktualisht në gjendjen? Si e shikon rinin sot? Në çfarë situate ndodhet? Po nuk ajo që dua të them për rinin sot, ndoshta do duket edhe pak e shëmtuar mënyrën se si e flasin, ndoshta do i gjej termat e përshtatshëm, po mendoj që rinia sot nuk është shumë e përqendruar te aktivizimi, për ndryshim, për parim. Është e përqendruar më tepër tek momente të vogla, çaste të vogla që i ofrojnë një lumturi momentale. Por nuk mendojnë për një më gjatë, nuk mendojnë për të përmirësuar, për të ngritur veten e tyre, qoftë karakterialisht, qoftë në aspektin profesional, edhe përqendrohen në ca gjëra të vogla që ndoshta në një moment do e kuptojnë që nuk kanë vlerë. Por që aktivizimi i tyre është shumë i pakët dhe këtë e kuptoj çdo ditë më shumë kur shoh se si të rinjt mundohen të shmangen. Ky ka qenë rasti im konkret për sot, që e kisha me frikë, me siklet, me mosbesim, domethënë ka qenë një miks emocionesh, ndoshta edhe të bukura edhe të shëmtuara, por që ka qenë një miks emocionesh që nuk isha e sigurt ta doja të isha sot këtu. Sepse shpesh njerëzit edhe të rinjt kryesisht nuk besojnë tek ajo fjala që mund të thonë se ka vlerë. Nuk besojnë që fjala e tyre mund të dëgjohet, mund të kuptohet edhe mirë kuptohet. Shpesh kemi parë që pra ka humbur vetbesimi dhe vetbesimi ka humbur për shkak ndoshta edhe të mospërkrahjes së tyre dhe kjo është krejt e mirë kuptueshme. Megjithatë ne do të fokusohemi pak në lagjen që ne jetojmë. Meraku im ky është shumë i madh, po jo vetëm i imi, po edhe juaj e të gjithë familjeve tona. A kemi hapësira ne në lagjen tonë ku rinia të ketë një vend që të kënaqet, të argëtohet? Mendoj se jo. Mendoj se përveç se nuk kemi hapësira, mendoj që edhe rinia nuk është e përqendruar shumë të gjej hapësira për t'u argëtuar. Hapësira e tyre argëtimit momentalisht është një celular, flas edhe për veten time, nuk kërkojmë të gjejmë hapësira, sepse nëse do kishim dëshirë që këto hapësira të ishin për ne, ku të argëtoheshim, të mësonim, edhe të përmirësonim veten, ndoshta do i krijonim dhe vet. Për fakti që nuk kemi interes për këtë fushë, ja hedhim fajin sistemit, lagjes, njerëzve të tjerë. Pa e kuptuar që ne vetë ndoshta mund të ndryshojmë diçka, ndoshta mund t'i hapim një hapësirë, mund t'i krijojmë një hapësirë vetes tonë, thjesht ja hedhim fajin diçkaje që në të vërtetë nuk ka faj. E drejt. Pra, besoj e kuptova drejt që mendimi juaj është që ndryshimi vjen nga vetja dhe jo ta kërkojmë nga të tjerët. Atëherë për sa i përket ëndrave që ka Fabiola, ku e shikon veten Fabiola, si e mendon të ardhmen? A do të studiosh këtu apo do të studiosh jashtë? Do studioj në Shqipëri. Ndoshta jo me dëshirën më të madhe, do studioj në Shqipëri sepse dua të ndryshoj pak rrjedhën e mendimeve që të rinjt kanë. Unë mendoj që studimi, puna, ekonomia është mirë dhe në Shqipëri dhe jashtë shtetit. Detyrimisht me ndryshime të vogla, se këtë e di mirë të gjithë, por që dhe në Shqipëri mund t'ja dalësh. Dhe mund t'ja dalësh jo të bësh një jetesë monotone, jo të mbijetosh, po të jetosh. Dhe unë këtë dua ta vërtetoj, sepse kam parë plot raste që në Shqipëri
kanë jetuar dhe kanë jetuar shumë më mirë se sa jetojnë jashtë shtetit. Edhe mendoj që nëse gjen një profesion të mirë, një punë të përshtatshme, që e bën me shef, me pasion, me dëshirë, që ka dhe një rrok konsiderueshëm të mirë, Po. mendoj se në Shqipëri ja vlen të jetosh më shumë se në çdo vend tjetër të botës. Edhe mendoj se guri i rënd ka pesh në vendin e vet. Okej, shumë e bukur kjo edhe për të gjithë të rinjt që të cilët po largohen masivisht, lutemi që secili prej nesh po t'japi kontributin në vendin tonë normalisht do të jetë një vend më i mirë i jetueshëm. Atëherë, profesioni që mendon që do të ndjekësh ëndra jote? Unë jam një miks mes mjekësisë dhe fotografisë, por që mendoj që mjekësia është ajo që më tërheq më shumë, sepse ka të bëjë më shumë me mua si personalitet, me Fabiolën me Fabiolën të ardhmes, ndërsa fotografia është Fabiola e të sotmes, një vajzë Është që talent. po, e shef biznesin si një gjë shumë wow momentalisht edhe e shef si shumë të paarritshme, por që nuk mendoj se në të ardhmen time do tentoj të hap një biznes dhe do tentoj të krijoj diçka time. Do të tregoj një rast kur kam lindur vajzën dhe djalin edhe mjeket shumë të zonja që ishin në maternitetin e ri në Tiranë. I kërkoj diçka dhe i them, dua fotografi gjatë lindjes, nuk kisha marrë një fotografe aty. Kjo është një nga mjeket, më tha, ky është talenti im. Dhe kështu që mund të bësh një mjeke shumë e zonja, mund të jesh dhe i kam kujtim shumë të bukur me thënë të drejtën, të dy fëmijët foto gjatë lindjes, të cilat janë një kujtim i papërshkrueshëm, edhe për mua një emocion i veçantë dhe mjeke që më thanë pa merak fare, thash një gjë që sillet e rëndësishme është energjia jote, fuqia jote dhe ne do bëjmë punën tonë profesionale, por dhe këtë gjë ne dim ta bëjmë se unë jam e talentuar në këtë gjë. Kështu që të pres shumë shpejt të shoh një mjeke të zonjën, po edhe talentin do kënaqesh ndoshta me pacient, do kesh hapësira. Okej. Atëherë Fabiola, të vazhdojmë pak në atë që unë do të thosha midis teknologjisë dhe shkrimit. Si të duket sot rinia? Është më shumë e fiksuar te teknologjia apo i ka lënë librat fare? Kur flas për shkrimin e kam fjalën për studimin, për librat, për gjërat. Si e mendon? Si shikon shokët e tu dhe shoqet çfarë bëjnë? Mendoj që ajo që më tërheq më shumë jo vetëm shokët dhe shoqet e mia, por dhe mua, është teknologjia. Ndonse në këtë fazë të jetës, jemi në këtë epokë tonë që teknologjia na duket pikërisht ajo që i mungonte botës deri atje. Po sot sa më shumë vjen dhe evolon, unë kuptoj që ajo që i mungon vërtet botës është miksi mes të dyjave. Natyra njerëzore këtë problem mendoj se ka që kur diçka mungon, e kërkon. Dhe kur i serviret pastaj, si në këtë rast, kur na serviret teknologjia, kërkojmë kaq shumë ta shpërdorojmë, jo ta përdorojmë. Unë nuk mendoj se teknologjia sot po përdoret. Po te i kalohet përdorimi i saj edhe duke përdorur kaq shumë teknologjinë, ne po humbasim vlerën e vërtet të leximit, të shkrimit, të mësimit tradicional. E qartë. 2-3 vitet e fundit ndoshta është te i kaluar përdorimi i teknologjisë në Shqipëri. Ndoshta është shumë brapa në Shqipëri teknologjia, në vendet e tjera ka shumë vite që zhvillohet edhe ndryshon, por që mendoj që natyra kryesisht e shqiptarit është disi e vështirë. Disi, po, nga mungesa e tepër që kemi pasur është një tepricë e te kaluare e këtij shërbimi që po futet. Megjithatë, në kuadër të kësaj doja të thoja që a mendon Fabiola që rinia shqiptare, pra komplet mosha juaj, apo të tjerët e kanë humbur traditën? E kanë humbur traditën. Plotësisht e kanë humbur traditën. Nga të kemi, Fabiola? Unë jam nga Erseka. Okej. Pas kam një vajzë nga Erseka, unë kam shumë miq nga Erseka dhe i kam shumë gjanë në fakt. Dhe një familje nga Erseka, i vazhdon traditat këtu në Tiranë? Vështirë. Vështirë Sepse të ndjek rrjedha e jetës. Ritmi këtu në Tiranë është komplet ndryshe me ritmin në zona periferike, siç është në këtë rast Erseka, Korça. Ritmi këtu është aq i shpejt, ti duhet i bësh gjëra duke vrapuar, jo duke ecur. Edhe shpesh nuk të lejon që ti kthehesh traditës së vjetër. Ndoshta në vend që të bësh poezi një rast konkret jargon, nëse të bësh të bësh një byrek në shtëpi zgjedh porosisësh nga jashtë. Edhe patjetër dhe kjo është në një farë mënyrë zbehja e traditës, zbehje kohë mas kohe, deri në humbjen e saj. Unë sot nuk di të bëj asnjë gjë tradicionale. Nuk di si ta ruaj traditën dhe ta trashëgoj te fëmijët e mi.
Edhe kjo nuk mendoj që është për fajin tim, mendoj që është për fajin e prindërve të mi. E drejt, patjetër, sepse ajo edhe vazhdimësia e traditës është një gjë krejt e kuptueshme që duhet të jetë edhe në familje e fortë. Atëherë në familjen tuaj, nga se përbëhet, 2 motra dhe prindrit. çfarë fjale do t'i thoshe babit, mamit edhe motrave? Motrës. Nga një gjë që i ke zëmër këtë, është e qartë. Është e qartë. Ju ke edhe unë i kam zemër. Mendoj se për të tre do përdorja vetëm një fjalë, janë të pazvendësueshme. Janë ajo, domethënë janë asgjë më pak se çfarë i kërkoj Zoti të ke. Është shumë e bukur kjo. Ndonjë kritik nuk ke? Ja, nuk kam. Ndoshta vetëm ja kritikë është me i trashëgoni traditat. Okej, e bëm pak më parë kritikën, është shumë e drejtë. Në grupin tuaj shoqëror që ti qëndron, pra me miqt e tu, pra të moshatarët e tu, ke ndonjë gjë që duhet i thuash atyre që e kritikon gjithmonë që ta dëgjojnë mirë? Po, unë mendoj që, domethënë, nisur me karakterin tim, kur nuk do i pranoja afër vetes time njerëzit që flasin bukur por sillen shëmtuar. Kështu që të gjitha ju apo ju çunat që flisni bukur, silluni dhe bukur. Se ndoshta është shoqëria do jetë më e lezetshme pastaj, do jetë më do jetë një ambient më mikpritës. Okej, po gocave të cilat janë dhe që këta pasionuara më shumë pas pamjes se sa pas integritetit. Gocave në përgjithësi, femrës. okej. Me fjalë flasin femrës, mos të na mërziten edhe shoqet që kemi, e kupton? Shoqet e mia janë si drita, nda janë shoqet e mia. Okej, shumë e bukur kjo. Por që mendoj që ne gocat e kemi në natyrë këtë dëshirën për të dukur pak bukur. Dhe mendoj që është gjë e mirë se një njerëz që i kushton rëndësi pamjes, vetes, Okej. pastërtisë, çdo gjëje, mendoj që është një njeri më i arritur dhe më i arrir, qoftë karakterialisht, qoftë nesër pas nesër në anë profesionale. Por që mendoj që duhet i përqendrohen pak më shumë edhe t'i japin pak më shumë rëndësi vetvetes në brendësi. E pra, Pastrimit integriteti të tyre. shpirtit. Pastrimit të shpirtit më shumë se sa pastrimit të vetes. Një shoqe, një mikesh në një podcast më parë më tha që negativiteti është më i lartë se sa pozitiviteti. Më ngeli mendja në fakt atë ditë dhe po mendoja pse duhet të jetë kjo në këtë kohë. Sepse Cilët janë faktorët që mendon Fabiola që ndikojnë? unë mendoj që këtu ka të bëjë reciprociteti. Çka nuk kupton se nëse ti fal negativitet do marrësh mbrapsht. Unë jam komplet kundra, nuk e di kush e ka thënë, por jam komplet kundra me fjalën që vajza ka thënë se unë jam e rrethuar me pozitivitet. Kjo ndodh se vetëm pozitiviteti jam. Jo e kishte, jo në shoqërinë e ngushtë, është në pjesën e të parit të gjerë të gjërave. Për shembull, ne është në këtë kuadër, ne jemi të fokusuar, të marrim një rast, në rrjetet sociale, në media, del një arritje e juaja. Dhe unë shikoj, pra është këtu situata, shikoj që në komentet në rresht, dhe është e frikshme, është shumë e frikshme, janë shumë negative. Ndaj një rrugtimi që ti ke nisur të bësh. Dhe tani, negativiteti më duket, dhe kur shikoj moshatarët që në çfarë moshe janë, komentet janë një moshë shumë të re, që duhet jenë shumë pozitiv. Konkretisht ka qenë një rast kur kemi pasur, jemi marrë me disa fëmijë të cilët ishin jetim, kishin nevojë për ndihmë dhe disa vajza ishin misionare në kuptimin u përkushtuan pafund që t'i mësonin këta fëmijë si të shkruanin, t'i ndihmonin me pak mundësira edhe ekonomike dhe kur u bë një falënderim në rrjetet sociale nga ato familjet, nga një teze e një fëmije të këtill, negativiteti komenteve të rinjve mua më ka trembur. Si e gjykon? Këtu e kemi të gjithë pjesën. Ka mungesë angazhimi. Nuk angazhohen në gjëra të tjera dhe ajo që mbetet është të shfryrin vrerin e tyre përmes komenteve. Në qoftë se flas për veten time, nëse do kisha kohë të lirë, ndoshta edhe do merresha me rrjetet sociale, ndoshta në një gjë që nuk do më pëlqente do komentoja keq, po jam kaq aktive në jetën time me gjëra të tjera dhe të virtytshme dhe të frytshme sa ndonjëherë edhe nuk më del koha t'i hap rrjetet sociale. Kështu që mendoj se gjitha ka të bëj me mos dëshirën për t'u angazhuar për mirë. Nëse angazhohesh për mirë, nuk të shkon në mend të flasësh keq.
Shumë e bukur. Atëre, angazhimi pozitiv t'i jep gjithmonë pozitivitet. Dhe duke vazhduar dhe pak më tej, si e shikon Fabiola sistemin arsimor sot? Nuk do paragjykojmë, nuk kemi ne ata që vendosim mbi politikat apo mbi diçka. Ne thjesht gjykojmë me atë çfarë shohim në të përgjithshmen tonë, pa u fokusuar në... Ajo që të thoja është që tentativë për të ndryshuar për mirë. E shoh këtë tentativën për të ndryshuar për mirë edhe në jetën e përditshme. E shoh në çomin që kur hikin në shkollë. Dhe dëshira edhe iniciativa e çdo drejtuesi për të zbatuar me përpikmëri rregullat, mua më pëlqen shumë, e adhuroj. Kryesisht në shkollën time, unë studioj në shkollën Luan Hajdaraga, dhe tentativa e tyre për të zbatuar me përpikmëri rregullore në shkollës, është gjëja më e mirë që mund t'i bësh të rive. Brezi i ri për këtë ka nevojë, mendoj unë. Brezi i ri ka nevojë që të futet në një rrjedh logjike edhe në një në rregulla. Mendoj që ka nevojë të mbahet me rregulla. Kemi shumë të rinj sot që nuk u pëlqejnë rregullat, se duan të jenë të lirë, duan të jenë jo të ndrydhur, por nuk e kuptojnë që ti mund të jesh i lirë dhe duke qenë brenda normave. E drejtë është. Edhe unë këtë shoh në shkollën time, që na japin shumë e drejtë brenda normave. Patjetër, kjo është shumë e drejtë. Po që përsëri mendoj se më fal ndjes. Përsëri mendoj se ka shumë problematika. Ka shumë problematika jo se vinë prej sistemit arsimor, vinë prej brezave që po rriten. Dhe brezat nuk rriten vetëm në shkollë, rriten dhe në familje, rriten dhe në lagje, rriten dhe në shoqëri dhe në komunitet. Edhe mendoj që të gjitha këto në një farë mënyre i hidhet faji shkollës, arsimit. Edhe pse në fakt këtu dua të tregoj dhe një situatë dhe do doja mendimin tënd. Le ta dëgjojnë edhe para disa kohësh, duke punuar në ambientin tim ku unë investoj vullnetarisht për të mirën e këtij komuniteti në mësimdhënie, futem për të ndarë një grindje në rrugë këtu në lagje. Dhe ndarja e grindjes ishte midis një 15 vjeçari dhe një vajze, të cilën ai 15 vjeçari e kishte kapur atë vajzën prej fyti dhe unë u futa ta ndaja. Me mamin e vajzës u mirëkuptova, më falenderoj, faleminderit që rastise, isha ora 9 e darkës në fakt. Faleminderit që rastise dhe një zonjë e cila vinte familje shëndosh dhe u mor me situatën pozitivisht. Në mamën e djalit pata shumë probleme. Probleme të jashtëzakonshme, jo për të falenderuar jo, edhe pse faji ishte i djalit vetë që kërcënonte një vajzë, një bashkëmoshataren e tij për t'i marrë 2 lekë, por më ke vrarë krahun e djalit, sepse unë isha personi që do ta ndaja, dhe gjatë gjithë kohës që më shikonte në rrugë më fyente mami i djalit. Isha në një dilemë shumë të madhe, dhe po kuptoja me veten time, po thosha që si ka mundësi që familjet tona shqiptare kanë arritur në këtë lloj niveli dhe të pranojnë që fëmia e tyre ose mbulojnë gabimet e fëmijëve tuaj. Si është mendimi juaj? Unë mendoj që familjet shqiptare edhe kryesisht gratë shqiptare sot po kërkojnë të emancipohen më shumë se ç'duhet. Sot po kërkojnë të evolojnë më shumë se ç'ne shqiptarëve na takon. Kjo ndoshta mund të tingëlloj pak keq, por unë mendoj që ne shqiptarët që në gjenezë kemi lindur për të qenë tradicional. Dhe sa më shumë e humbasim këtë tradicionalitetin që folëm dhe më parë, aq më shumë dëm i bëjmë shoqërisë. Dhe mendoj që rasti i çunit është rasti tipik pse sot vdesin 15 vjeçar. Pse sot vriten, gjuhen, rrihen edhe eskalojnë situatat për shëmtuar. Dhe kjo është një drejtë që këtë të vërtet nuk e shikon familja. Pra familja sot e ka humbur sensin e të marrit me situatën e vërtet. Dhe e hedh fajin tek tjetri dhe asnjëherë nga vetja. Atëherë, përsa i përket sistemit shëndetësor, aty ku ti ke dëshirë edhe të jesh pjesë në vazhdimsi, në ëndrrën tënde, si e vlerëson? Çfarë note i vendos? Vëm ca nota tani, ta rregullojmë pak. Do vendosja një 7. Mirë. Me 7 është mirë. Është nxënësi fort me 7 me 8. Okej. Prandaj po zgjedh që të bëhem pjesë e saj, se mendoj që sistemi shëndetësor në Shqipëri patjetër me problematikat e veta si çdo fushë tjetër. Patjetër. Në çdo vend, jo vetëm në Shqipëri. Tregoi Covidi këtë gjë. Po. Që nuk është vetëm tek ne, është problem botëror. Mendoj që ndryshe nga çdo vend tjetër, mjekët në Shqipëri kanë njerëzillik.
Jemi akoma human. Jemi akoma human. Kjo është vlerë. Dhe mendoj që të shëron shumë më mirë mjeku që të tregon dhe plagët e veta. Gjë që në Shqipëri bëhet. Dhe e them këtë nga një rast konkret familjar që pavarësisht vështirësive që kemi kaluar në spital në një periudhë të gjatë kohore për Covidin, mbështetja emocionale që na kanë dhënë mjekët ishte shërim për ne. Patjetër është psikologjia është gjysma e punës në situatat e sikletet shëndetësore. Okej, mirë, me shëndetësinë pas kemi punën të mirë. Kalojmë pak te drejtësia. Drejtësia sot është e drejtë apo T'ja vendos natën? T'ja vendosësh patjetër. Minus infinit. Minus infinit. Okej, po u futa në fushën time këtu me minus infinit tani. Okej. E mendoj këtë nisur nga rastet e sotme, mendoj këtë nisur nga ato që shohim çdo ditë, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në lajme, qoftë në rrugë, kudo. Nuk e di nëse më ka rastisur ndonjëherë të hap faqen online Jeta o Shqip dhe mos shoh vrasje, mos shoh dhunë, mos shoh kërcënime, të cilat nuk marrin përgjigje. Po. Edhe kjo ndodh. Gjykata jon mendoj se ka pafund dosje që ja na shkalon të merret me to. Të merret me vogëlsira për të shmangur rreziqet që kanë në kokën e tyre. Rasti konkret para disa muajsh, para një muaj ndoshta vdiq një gjykatës, u vra një gjykatës. Kishin vite që merreshin me atë situatë, e kam lexuar. Gjykatësit e tjerë i friksohen kësaj gjës, edhe nuk merren me këto situatat. I lejnë aty, i lejnë, bën një kalvar i madh. Ndoshta edhe ndërkohë që ata i lejnë për të mbrojtur kokën e tyre, 10-15 njerëz janë vrarë. Po, ndoshta unë mendoj që ata i lënë që të mos i japin më shumë rëndësi edhe të zgjasë procesin në kohë. I lënë se kanë frikë. Po pra. I lënë se kanë frikë të mbajnë drejt. Po. Edhe kjo është problem. I mirë kuptoj në një farë mënyre. I mirë kuptoj se jemi vend i vogël. Fakti që ti zgjedh një profesion nuk do të thotë që domosdoshmërisht duhet humbësh jetën. Unë zgjedh një profesion për të rritur fëmijët e mi, zgjedh një profesion për të qenë e plotësuar nga ana profesionale, por jo për të mundaluar e drejta e fjalës, e mendimit, e veprimit. Ndoshta ne nuk mbajmë drejtësi sepse neve njihemi me njëri tjetrin. Ndikon kjo që ne jemi një vend i vogël dhe njihemi me njëri tjetrin. Patjetër. Ne përfitojmë nga fakti që njihemi me njëri tjetrin. Dhe kemi pritshmëri nga tjetri. Patjetër që ne kur e dim që na njeh dikush, pra mua më njeh ky individ dhe un kam pritshmëri, edhe këtu zgënjehesh akoma më shumë, pavarësisht se mund ta kesh gabim. Po mendoj që edhe fakti që njihemi me njëri tjetrin na bën dhe mirë. Na bën dhe mirë për raste të vogla, që do thotë nëse për një situatë të vogël minimale do na duhet të pristim 1 muaj, 2 muaj, me një njohje duhet të presim vetëm 1 orë. Po këtu pastaj qëndron abuzimi. Unë mendoj se abuzohet. Abuzohet edhe më shumë se ç'duhet, abuzohet me jetë të mituarish, abuzohet me jetë fëmijësh, abuzohet me vrasjet, abuzohet me çdo gjë që individi është i aftë të bëjë. Dhe mendoj që shoqëria sa më shumë evolon, aq më shumë dhe individi evolon për keq. Evolon për keq. E bukur kjo. Në fakt duhet ta shikoj këtë gjë, e duhet merremi. Po për sa i përket sigurisë dhe sistemit policisë ose këto, si të duken aktualisht të aktivizuar? Është përfitim total. Prej individit, prej atij që ka nevojë, edhe përfitojnë sepse mendojnë se kanë një status më të lartë. Fakti që dikush jo se janë shërbys, nuk janë shërbys, janë përfitues. Unë mendoj se janë përfitues nisur që nga gjobat e makinave, nisur që nga mos përfillja e rasteve që u drejtohen policisë. Një rast konkret ka qenë para disa muajsh që jemi drejtuar komisariatit numër 4 për të pyetur se si mund të mbyllim një faqe online që ishte hapur në Instagram ku ofendoheshin njerëz, individ të shkollës sonë. Nuk na i mori kush përpas. Pra neve dhe për sigurinë kibernetike ose për këto gjëra, ndoshta mendon që mund të jenë edhe të papërgatitur dhe nuk e njohin. Po fakti që mund të mos jenë të kualifikuar sepse kjo është një risi. Se ndonjëherë, këtë ta them edhe nga eksperjenca ime personale, ndonjëherë punët kanë pasur shumë zhvillime. Dhe zhvillimet e kanë të i kaluar, pra ky zhvillimi teknologjik, ndoshta nuk kanë ato trajnimet e duhura, ato kualifikimet e duhura, pra janë atë pozicion, por nuk i kanë sepse kaq ritme të shpejta sa ka marrë zhvillimi, në kohën që kanë studiuar, kanë mësuar metoda të tjera dhe tani është
Pra ka një mos balancë në këtë pjesë. Sistemi mendoj që duhet të investojë te kjo. Duhet të merret. Patjetër që Duhet merret, patjetër. Duhet ta pranojnë ndryshimin dhe ata vetë duhet të përmirësohen. Një mjek bën trajnime të paktën çdo 2 muaj, minimalisht. Një individ që merret Edhe një mësues, ashtu e ka. Një individ që merret Edhe administrata publike. Trajnime çdo 2 muaj. Për çfarë një policë nuk duhet ta bëj? Sepse ne kemi rënë rehat me këtë metodë, askush nuk flet. Nëse na vendoset një gjop, ne nuk kemi një flet mbi makinë, por gjobën të hedhur në sistem e kemi. E kemi. E drejtë e kemi. E kemi dhe si jemi as të informuar kur e kemi, si kemi. Si kur çfarë ore është vendosur e të tjera, edhe mendoj që ne kemi rënë në një pakt me këtë. Kemi bërë pakt se u vendos, okay, u vendos. Do e paguajmë, patjetër që do e paguajmë. Se nëse s'paguhet e drejt shkon me kamat. Po, nëse nuk paguhet aty fillon të jetë e drejta. Aty ku intereson shtetit të jetë e drejtë. E drejt. Pra, nëse ti nuk e paguan diçka, aty fillon shteti merret me ty. Ama nuk merret asnjëherë me ty në momentin që ti je në të drejtën tënde. Po kjo është problem shumë i madh dhe shpresojmë që ndoshta shikohet me këndvështrim pozitiv. Po ndoshta na dëgjon dikush edhe ka interes që është në vendimarrje dhe ndoshta edhe fjala jon, sepse për këtë gjë e kemi nisur këtë nisëm të gjithë së bashku, që e kemi përqafuar që zëri jon, të vërtetat tona, mendimet tona të merren në konsiderat. Dhe nuk është se unë gjykoj se mund të merren në konsiderat. Atëherë përsa i përket pjesës tjetër të pjesës më tepër të Fabiolës si individ, që do të thotë, në qoftë se Fabiola do të ishte një drejtuese mediash, çfarë do të bënte Fabiola? Nuk do përdorja strategji për të influencuar shumicën. Majoranca është shumë e vështirë. Është shumë e thjeshtë, më fal, për të influencuar, por është shumë e vështirë për ta informuar siç duhet. Dhe unë mendoj që këtë bëjnë mediat sot. Nuk informojnë, por influencojnë. Përdorin strategji të dëmshme. Okej. Pra, media për ju nuk është informuese. Jo. Ja. Okej. Për sa i përket pjesës tjetër e cila është shumë e rëndësishme. Si e mendon Shqipërinë pas 5 vitesh apo 10? Të njëjtën Shqipëri me më shumë probleme. Të njëjtën Shqipëri me shumë probleme? Jo, Fabiola, tani ne po shpresojmë, unë do rris fëmijët këtu në këtë vend. Kështu që me fëmijët në këtë vend. Por që mendoj që çdo vit më shumë të paktën flas për rininë e sotme, nuk po ndryshon për mirë. Dhe duke u rritur një brez momental i dëmshëm, fëmijët nesër pas nesër do marrin shembull dhe do jenë pasqyrim, shembullim i prindit. E qartë, jo, është mendim i juaj i respektuar në këtë pjesë dhe me shumë vlerë në fakt. Atëherë, për sa i përket dhe një pyetje të fundit, po kjo do të jetë ndoshta pak kur e mendon Fabiola veten në një pozicion të lartë administrativ apo si e mendon? Nuk e mendoj. Nuk e mendoj në një pozicion të lartë administrativ, mendoj të jem shërbyese e thjeshtë e popullit. Mendoj të bëj mirë për popullin. Kjo mund të duket shumë klishe, po mendoj që të ofroj atë çfarë populli vërtet sot ka nevojë. Ndoshta ndryshimi nuk vjen vetëm nga unë, por dikush tjetër mund të shohë nga unë. Pastaj dy të tjerë mund të shohin nga ne. Edhe nuk e mendoj veten time kurrë në një pozicion të lartë, sepse përsëri nuk mendoj që është në të mirën e popullit. Mendoj që janë strategji dhe tentativa për të pasur një arritje profesionale. Askush nuk mendon për Shqipërinë sot dhe për popullin sot. Atëherë, unë të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ishe shumë e këndshme dhe më bëhet shumë qefi që të dëgjova dhe që kishe disa ide të cilat janë shumë të rëndësishme. Dhe mbi të gjitha që kërkon të bësh fillimisht një profesioniste. E pse jo, të uroj vetëm të mira dhe çfarë do të sjelli rruga dhe e di që ti ke për t'ia dalë shumë. Faleminderit Fabiola. Faleminderit.